I pandehuri. Ta bëj një batut. Mos harroj që më ke shoqë, çka kam. Vetëm atë mos harroj që më ke shoqë, se po çogohem prap. Bësheka. Po. Analiz Lon. Shëndrit Lomi, përshëndes. Mini analiz. Komente do më thënë që kemi thënë njëri tjetërit për ditë. Analiza nuk janë komente, se ti fillon ti më ka thënë idiot, hajvan, debil. Analiza është analizë. Po edhe akuzat pra që i kemi thënë gjithë se cili për nesh. A mund të bëj vetëm një sugjerim? Asnjë sepse nuk e meritoni me fituar, do them vetëm se e meritoj. Jo, analizën duhet ta bësh sepse ta ka shkruar vllai i madh në zarf. Çka ka thënë? Zarfi thotë duhet të bësh analizën e njëri tjetrit. Tani ti mos pyet pse nuk duhet ta fitoj, bëj analizën. Po. Thjesht një gjë, ama ju lutem, okay. meqense është mundësia e fundit për këtë sezon, të paktën mos bëhemi përsëritës. Jo përsëritës, por ne do përsërisim ato fjalë që di me Selin. Hajde. Atë, radh parë si shta dhe vllai i madh, ky nuk është bashkëbisedim. Edhe moment që flet njëri, pavarësisht se si pëlqet tjetër, edhe kur të flasësh ti, se s'pëlqen mua, s'do të kthejmë asnjë lloj përgjigje, se gjithsesi do të vi radha aty, do flasësh, ne do heshtim. As nuk se kjo është prapë për publikun. As nuk e ka kush në mend, vetëm jepi vlla. Shumë për mua po të transmetoj atë që më thanë. Jepi. Atëherë, ta filloj me Mirin, pse nuk duhet ta fitoj Mirin. Për mendimin tim, për karrierën artistike që ka jashtë, edhe për moshën që ka, Miri duhet kishte thënë më shumë mesazhe pozitive dhe duhet të ishte një shembull më i mirë për të marrë këtu brenda, ndryshe nga i Miri që është treguar që të gjithë Big Brotherin e tij e ka zhvilluar vetëm nga marrëdhënia që ka pasur me Selinin. Nga prajmi i parë deri prajmin e fundur ti e përfolur për këtë marrëdhënie dhe për mendimin tim duhet kishe ruajtur pak i dinjitet për veten tënde, të shmangi akuzat që të janë bërë nga gjithë shtëpia, për përndjekje, xhelozi, dashuri e gjitha me radhë, nuk duhet bën përsëritës, po kështu na e do analiza lojës. Në momentin që ti shfrytëzove miqtë e tuaj vetëm për objektivat e tuaja për të ecur përpara në lojë, prap mendoj se është një shembull shumë i keq për t'u dhënë jashtë. Edhe në momentin që ty po të mbaronte Arsenali, ti nuk pranove të tregoheshe luftëtar dhe të dilje kundra gjithë shtëpisë për shembull ose Rogertit, po pranove të rije nën hijen e Rogertit, vetëm për të pasur mundësi të përfitoje situata tjera me Selinin nëpërmjet Rogertit, edhe asnjëherë nuk e ke dhënë mendimet e tuaja më zë të lartë dhe të luftosh për atë që mendon, po ke pranuar të rish në heshtje. Shkurt. Kalojmë ke Rogerti. Për mendimin tim, Rogerti nuk meriton ta fitojë Big Brotherin sepse ka qenë shembulli më i keq për të marrë këtu brenda, si mashkulli që s'do donim të ishim kurrë, ka treguar një mashkull që nuk di të respektoj femrat, di vetëm t'i përdori, ka bërë ofendime, cënime, denigrime të çdo lloji që është mesazhi më i keq për t'u dhënë jashtë, që për mendimin tim nuk është lojë sepse jemi ne këtu që e vujmë kurriz gjithë akuzat dhe ofendimet që bën Rogerti, i gjë është mundohet të na provokojë, i gjë është na ofendoj apo të na cënoj në moral. Big Brotherin e vetë ka bazuar në informacione që ka pas nga jashtë dhe nga drama familjare që ka krijuar dramë familjare midis tij dhe familjes Selini, duke futur brenda mamin, babin, vllajin, tezet e gjithë me radhë, duke hiperbolizuar situatën, duke shkaktuar trazira për jashtë, nëpërmjet kërcënimeve ke fut fisin gjake, gjëra të tilla. Big Brotheri Rogertit dhe Mirit është bazuar tek mashtrimi dhe hipokrizia për mendimin tim dhe absolutisht Rogerti nuk meriton ta fitoj Big Brotherin për shembullin e keq që ka dhënë. Gjithë secili e zgjedh vetë si ta bëjë rrugtimin e tij këtu brenda, po për mendimin tim është rrugtimi më i keq i mundshëm. Këtu jemi në një reality show ku gjithë secili pasqyrojnë veten tonë dhe kamuflimi nëpërmjet fjalës lojë për mendimin tim është e masë e gabuar. Ka intriga, mashtrime, xhelozire, çdo gjë tjetër. Pse nuk duhet ta fitoj Selini? Nëse jemi ke analizat shkurt dhe i bie. Shpesh herë ose disa raste kur kam biseduar me Selinin, kur ka rënë muhabeti ke i preferuar i publikut, që më ka thënë, a nuk mendon që ti ke dalë si viktim, prandaj je votuar si i preferuar i publikut. Unë s'do preferoja të përdorja fjalën viktim për ty, po nëse e kthejmë pllakën nga ana jote, je gjykuar për historinë me Mirin, për historinë e krevatit,
Një histori që, siç e pam ke klipi vet, je ti që e ka pranuar sfidën që në fillim. Je ti që e ke pranuar ta vazhdosh sfidën dhe të përflitesh për këtë. E dim gjithë që ka qenë skandal. E dim gjithë që ka qenë skandal midis ju të dyve. Po, ju ka leverdis dhe keni përfituar nga kjo histori, të cilën e keni vazhduar në mënyrë të dy anshme për tu përfolur në përprajme. E ke për detyrim të rishtore? Për cilën e keni përfitim tuaj për tu përfolur në përprajme, po për mendimin tim është shembulli më i gabuar. Edhe vetë ka thënë që bër pishman për historinë e krevatit, po mendoj që historia e krevatit është ajo që të ka sjell në këtë pikë ku je sot. Gjëra tjera që kam pëlqyer është edhe kur ke pasur mundësinë të ndash nga miri ose ta vesh përpara përgjegjësisë, ku ti e pandorë se gjitha me radh, ti ke zgjedhur ta trajtosh në mënyrë më të butë, ku unë ta kam thënë dhe personalisht që për mendimin tim ti duhet t'i dalësh vetëm drejtë, mos e tolerosh për gabimet që ka bërë, pandorën që hapi disrespektin kundrejt familjes tate, babit tate dhe momentet që Rogerdi bënte thirrje të vi babai Selinit që Miri nuk bënte asnjë lloj reagimi që normal është në kurisë të Mirit. Kemi parë edhe një Selin. O ti unë çfarë flas o Miri? O, të lutem mos më ndëry. Po mos ndëry pra, o Miri, po ti unë çfarë flas, është minutazhim. Ora minutazhim. E kuptova që ke frikë, po minutazhim. Ti fal çfarë dush. Ti fal çfarë dush, po ti unë sa flas. Çka kjo ora? Lënë më mirë. Përveç shkatësisë, loja apo inteligjencës, ke treguar dhe një Selin që ditë përfitoi si thua nga situatat ose ditë marrë situatat në dorë, duke ndoshta kaluar dhe në ofendime me vetdije, duke kërkuar shumë herë falje, gjë që unë mendoj që ke bërë me vetdije se ja që zgjuar sa ditë ndash dhe gjërat. Në marrëdhënien tonë miqësore, gjëja që s'ka pëlqyer korrekte ka qenë në fillim fare, ku në një prime që unë jam trajtuar me Brikenën, me je vërsulur bashkë me Mirin, që unë aty e kuptova që ti sado nga kjo gjë që unë kam qenë ndër të parë që jam munduar t'ju ndaj, ti ke vendosur të më hidhesh kundra. Më mbrapa thash nuk ka pëlqyer fakti që ke përzier marrëdhënien sentimentale me Gimbon në marrëdhënien e lojës me Mirin, duke përfituar situata dhe për mendimin tim atë që të ka bërë Miri me Rogertin, flasja është trajtuar dhe në përprajme çështja denigrimit, ofendimeve e gjëra tillë me radhë. Mendoj se duhet kishte mbajtur një qëndrim më të fortë për mendimin tim. Ti ke karakterin tat, ke tipin tat. Po, duhet kishte mbajtur një qëndrim më të fortë dhe mos i lije këtyre dy njerëzve hapësira, në thonjza për të treguar anën njerëzore dhe ta kthejnë pllakën ato kur duan ato. Dhe në thonjza ti falësh, shoqëria juaj, por gjithçka që kanë bërë në mënyrën se si ti vepron, mendoj që duhet të kishte mbajtur një qendrim më të fortë. Okej, kjo nuk është analizë, kjo është shkafja kur tim lëri kafe te banana. Bravo, ti s'ke nevojë me këtë përgjigje fare. Kur të flasësh ti, thuaj akuzat që dush. Okej. Gjithë me radhë. Pse duhet ta fitojë Mateo, shkurt e shqip? Shkurt se 1 minutë i vetës. S'ka problem, nuk ka problem. Big Brotherin e kanë parë gjithë. Për mendimin tim, Big Brother e çdo ditë që jetojmë dhe nuk është vetëm Prime si shumë njerëz tu që luftojnë për me ka Prime dhe në biseda me njëri tjetrin thonë kaq që e kam dalur në Prime dhe kaq që e ke dalë ti. Big Brotherin e bëjmë çdo ditë, Big Brotherin e jetojmë. Ka njerëz këtu brenda që në Big Brother mbi jetojnë edhe nuk kanë shpreh as respekt për njëri tjetrin. Mendoj se duhet ta fitoj unë prej vërtetësisë dhe sinqeritetit që në fund ditës do i gjykoj publiku për faktin që i kam dalë ballë të gjitha luftrave që kam pasur. I kam treguar të gjithë ngjyrat e karakterit tim në shoqëri, në dashuri, në luftë, në çdo gjë që më ka ardhur ballë në Big Brother, e cila është i sfidë për gjithë secilin nga ne. Kam ditë të trajtoj vajzat miqt edhe armiqt ashtu siç e meritojnë, ndryshe nga njerëz që nuk kanë ditë me trajtu femrat të brenda. Ditë kem dhënë mesazhe pozitive jashtë, dhe jo mesazhe negative siç ka dhënë shumica, se në fund të ditës tu jemi edhe për dhënë një shembull për njerëzit që na shohin, edukatën që tregojmë, moralin që tregojmë. Edhe nuk di të kemë rënë pre e asnjëriu ose ti nështrojmë siç kanë bërë disa njerëz tu vetëm për të mbijetuar. Më mirë të qëndroje vetëm se sa të bësh apal me një armik vetëm për të qëndruar në lojë. Pastaj gjithçka tjetër e gjykon publiku, çdo ditë qëndrimi që kemi bërë, çdo gabim edhe çdo të drejtë. Kaq kish. E ke dhe 1 minutë kohë, si për vetë edhe pak. Po kaq kish, s'ka lidhje. Rregull. Tu s'du me përdor më, kaq.